Përshëndetje miq, mirë se vini në episodin e radhës të podcastit Nga t'ja nisim. Sot kam kënaqësinë të vizitojmë një djalë i cili edhe pse është vetëm 17 vjeç, ka nisur të krijojë një rrugtim shumë të suksesshëm në fushën e artit dhe të medias. Gjimnazin e ka mbaruar për farmaci dhe sot është me ne Xheidi Tahiri. Faleminderit që pranove ftesën për të qenë në këtë podcast. Faleminderit për juve, mirë se u gjeta. Si është je 17 vjeç dhe ti je i angazhuar në kaq shumë fusha të bukura dhe të ndryshme njëkohësisht? Është shumë mirë, ama unë nuk jam domethënë prej tash, jam goxha moti në këtë fushë. Si ka lindur dëshira juaj për të qenë pjesë e fushës së medias? E kom pas trashëgimi edhe prej babit këtë punë edhe nuk është që ka qenë shumë e vështirë më mësu prej meje. Domethënë që i vogël ma jam rrit në këtë frymë me kamera, me drita, mikrofona e tjerë. Në fakt ka qenë pasioni jot që të ndjekësh hapat e babit tënd dhe të jesh pjesë e skenave, apo ti vetë, apo të kanë mësuar, apo të kanë orientuar prindit për të qenë pjesë në këtë fushë? Për farmaci kam vazhdu se një shok domethënë e ka vazhdu për farmaci shkollën e mesme, edhe unë nuk kisha diçka ku më fut në gjimnaz shoqëror apo domethënë edhe u futa mjeksi domethënë farmaci. Farmacia në fakt është një degë shumë e vështirë. Mund të kishe bërë një gjimnaz të përgjithshëm për shembull? Po, e kam pas plan domethënë me u bë shoqëror i përgjithshëm, po pastaj masi e pata domethënë atë shokun në farmaci edhe u futa edhe unë, pastaj ja nisa dhe të mësu për. Po më tej studimet, si është rrugtimi jot? Do të kanalizohesh më te farmacia apo do kanalizohesh te pjesa e regjizimit? Më shumë jam i kanalizuar te pjesa regjiz, domethënë se sepse normale kam edhe traditë familjare, domethënë edhe shumë sene tjera, domethënë lidhen me regjin më shumë se me farmacin. Në fakt ti ke filluar të punosh në moshën? Shumë herët. Flasim kështu punë, kontributi jot tamam profesional. Diku 6-7 vjet domethënë. Aktrim. Cili ka qenë projekti yt i parë? Projekti jam i parë kon me Federatën e Futbollit Kosovës, kam qenë në fytyra që përfaqësoj Federatën e Futbollit Kosovës. Atëherë janë kohë shumë kohë të vështira. Pse? Sepse domethënë Federata e Kosovës nuk ka njoft thuajse hiç. Edhe kanë qenë këto ndeshjet miqësore, ka qenë gjallë edhe Fadil Vokri, këta domethënë këti i kom taku. Edhe ata. Edhe pse u përzgjodhe ti? U përzgjodha se isha ftyrë domethënë tamam për medalë, domethënë se lypshin. Si u ndje? A e kuptoje realisht çfarë po ndodhte në atë moshë? Si ndjeshe për shkakun kur shikoj gjata njerëz? Nuk e kuptoja. Kur shikoj imazhin tënd. Okej, nuk e kuptoja shumë ç'a ka ndodhur. Po pastaj mësova më me kamera, me që thash me drita, me sa mësova pastaj më me lëvizje. Të rrit përgjegjësinë fakti që je në këtë fushë? Apo të vjen natyrshëm? Më shumë më vjen natyrshëm, po normal që ka edhe përgjegjësi kjo fushë. Shumë përgjegjësi ka. Si e përjeton suksesin edhe famën? Famën, me thonë famë. Ti në Kosovë në fakt je një emër i njohur apo jo, në fushën e medias të artit, ke pas angazhime dhe normalisht je i njohur, kështu që sidomos VIP-të këta domethënë njohin më shumë. Është ndjenjë mirë, në fakt. Është ndjenjë mirë me njoft këtë VIP-të, me nejt me ta si më konë shok. Në fakt shumica e VIP-ave kanë një imazh shumë të mirë në publik. Kanë imazh jo të mirë. Jo të mirë në publik. Ti i shikon si shembull apo thjesht të ka rastisur që të punosh edhe të shoqërohesh me ta, edhe i shikon më shumë nga ana profesionale? Apo i ke si idol, si shembull? Jo, ma shumë më ka lidh ana profesionale, puna, domethënë me ta. Edhe po nuk e kam problem fare domethënë me bisedu me një VIP, as nuk e kam idol as kur gjë, veç se për shembull do me kry çat punë ose më ka rastis puna me të, edhe ja kry domethënë çdo punë. Po si arrin të balancosh shkollën, fëmijërin, se ti patjetër je një i ri, ke dëshira, ke pasione, se të futesh në një moshë kaq të vogël në punë është pak përgjegjësi e madhe. Dhe puna thonë që ti ishte mirë e bënte edhe mbreti. Është goxha përgjegjësi, edhe o konë edhe vështirë me shkollë, me vazhdu edhe shkollë, edhe punë,
ne me mësu edhe për shkollë, edhe për kamera, për sene tjera, po ja ku arrit mi balancu, shkaku, dhe më thoni, familjes, i ke që am kanë më shty për para. Kur ka qenë pagesa e parë që ti ke marrë, që moshe? Pagesa e parë, ka qenë dikun 8 vjeç, në shtatë reklama e parë ose dyta, s'pedi. Për çfarë e shpenzove? I shpenzova me ble naj tesh, naj sen nuk më kujtohet kështu shumë mirë, po Unë di që ti e kontribuos shumë mirë gjithashtu. kontribues. Kontribues, bamirës pra dhuron Po. nga të ardhët e tua dhe je Po. ndihmues tek njerëzit. Po. Ke pasur ndonjë shembull si apo të vjen natyrshëm? Se të Mo- rinë në përgjithësi duan që të blejnë gjëra, kanë shumë dëshira, shumë pasione, gjëra materiale kryesisht. Ti si e ke këtë balancën? Gjën materiale që e përmene, nuk është fort që më hynë sy gjanat materiale. Ma shumë e këqyri ka ona shpirtërore, nashta dikush se kupton, po thjesht unë qashtu ndihem, ashtu e bëj, domethënë. S'ka gjeli për shembull qef të ketë markat e fundit, të ketë këto teknologjitë të fundit, Jo, të ketë jam shumë i makinat e thjeshtë. fundit, jo? Ja, shumë i thjeshtë jam unë. Çfarë? Edhe përpos jetës që e bëj private, unë nuk është që i tregoj askujt si jetoj, si ha, si pi, si rri, po ndukje kam qenë më konë sa ma i thjeshtë. Në fakt, për moshën që ke e shumë serioz. Në duke dhe nuk shfaq shumë emocione. Po nështë edhe që kum nejt me shumë njerëz dhe ku marrë shumë informacion si i ri, edhe ma shumë kam qenë edhe më fokusu në bisedë. E ndjen veten që je rritur para kohe, apo je maturuar më shumë edhe të bën të ndjesh konfidente, të bën të ndjesh vetvetja dhe e shikon si gjë normale? Dyat në këtë pjesë, domethënë, menoj që jam rrit edhe para kohe, po edhe kam një farë maturie, një farë konfidencë në veti, domethënë kur foli, flas domethënë ç'është është konfident. Po me bashkëmoshatarët e tu si sillesh, si je? Zakonisht mundohem me u përshtat. Përshtatesh. Po përshtatem. Përshtatem lehtë, nuk është diçka. Po kështu çka këshillash u jep për shembull? Këshilla. Këshilla muj me jep diçka për jetë, qa kum kalu, eksperiencë tem. Jo për shembull nëse e kum dëgju dikon edhe Kush është këshilla për shembull që ti jep më shumë bashkëmoshatarëve të tu dhe ata thonë Gjedi me këtë këshill që më ke dhënë, më ke ndihmuar jashtëzakonisht shumë. Jap ma shumë këshill që për qa e bën sot, s'do të me të ardhë morre nesër, me kujtu. Përveç këshillave që ti u jep miqve të tu, kush është ajo këshill që ti e ndjek çdo ditë në jetën tënde të përditshme dhe nuk e haron asnjëherë? Okej, unë e ndjeki një këshill që epi vetës që fjallët, dhe më thonë qa i them, nuk kam qef ose mi shkel, ose dhe më thonë mos me i bo. Ato premtimet, Një njeri i besës pra. Po, normal. Po, Mundohem. po prindrit, çfarë këshillet kanë dhënë kur ke qenë që i vogël që e mban mend? Këshill, mos, dhe më thonë, zgjedhë shokun më të mirë se vetja, gjithmonë. Pse Kjo është një këshill shumë e bukur. ka shok mirë. Është e vërtet. Cila është lutja që ti e bën për çdo natë? Lutem që Zoti me mi largu gjithë, dhe më thonë, qa ma dojnë të keqen, qa ma kanë me, dhe më thonë, mas shpine. Po ti pas ke ngel pa miq? Jo, i kam një dy Okej. miq i kam që, dhe më thonë, me ata non stop, që prej fëmiris. A ke pasur ndonjë pengesë për shembull ose shokët e tu mund të ke luajtur më shumë, po ti ke filluar të merresh më shumë te pjesa e punëve? Ke pasur ndonjëherë pa kënaqësi? Jo, e kum pas shumë me knasi këtë sen, se kur e kum bo, pastaj kum shku i kum tregu shokve. Qa kum bo, punën te, me sene dhe... Shokët kanë qenë krenar për ty? Shokët kanë qenë krenar për ty? Po, janë, dhe më thonë edhe janë, edhe kanë qenë shumë krenar me mu. Më trego pak për projektin tënd të parë si nise tek filmat edhe reklamat. Unë si tregova, ja kum nis tek Federata Futbollit Kosovës aty, me dal, me aktru,
e tjerë, edhe pastaj kum dol tek reklamat. Më thonë, kum bo edhe reklama ndërkombëtare, kum bo edhe reklamat produkteve, dhe më thonë me kompaninë, as exact. Ti ke qenë se ti faktikisht je edhe pjesë e imazheve, edhe je edhe pjesë e prodhimit të tyre. Unë do Kush më është më e thonë jam vështirë? edhe para dhe mas kamera. Po, kush është më e vështirë? Para kamera. Para kamerave. Ma merr menja po. Po se është përgjegjësi më e madhe sepse domethënë çdo llaf që e them unë këtu ruhet. Edhe të tjerët mund me përdor dikur. Ja, të ka ndodhur ndonjëherë që ke qenë në pas, pra në backstage, edhe ke ndodhur që s'ke des ku diun baterinë ose ke të probleme teknike si keni. Ka ndodhur ndonjëherë? Shumë rrallë, domethënë, e hiç, rrallë e hiç domethënë, po i menaxhojmë domethënë shumë mirë. Unë për vete i menaxhoj shumë mirë. Ato domethënë gjithmonë jam i përgatitur me bateria, me sane, po ndoshta ka edhe rast që është tregu ose dikush i papërgjeshëm ose unë. Se ti. Domethënë fillimet, më shumë. Kush të mëson më shumë? Kush është kritikuesi jot më i madh? Bobi. Ti rrjes në një familje besimtare apo jo? Po, domethënë vipi në familje besimtare në Islam, edhe unë ja kom nis dikun më fal para një 4 vjetë dikun i kom bush, 5 vaktet. Ajo më ka ndihmu shumë ka ona shpirtërore, ajo më ka përmbush më shumë, edhe ka qetësu më shumë domethënë. A je ndikues i mirë, shembull i mirë, duke qenë se ai edhe muslimane ke përgjegjësinë dy fish për të qenë shembull tek rinia, te shoqëria jote? Po gjithmonë mundohem me i këshillu edhe ka ona islame, shokët. Në përgjithësi i zgjedh sipas rrethit tënd apo ke edhe shokë që të cilët nuk janë të përfshirë fare në pjesën fetare? Unë rri po edhe me shokë që nuk janë të pjesës fetare, po i këshilloj edhe ata, po ata kanë edhe respekt për mua shumë, që jam edhe fetar, edhe nuk është që ma prishin. Si është që të ruash të imazhin e fetarit edhe fetarit, në nisë fetar, se ne jena po, patjetër, praktikues të islamit, por si është që të jesh në një fushë pak delikate dhe të ruash limitet edhe mos të ndikoj ty tek pjesa jote e brendshme. Varet, për shembull prej situatës. Zakonisht, për shembull nuk duhet me kalu limitin. Gjithmonë do të me ru limitin. Më thonë mos më shku deri te çajo pikë që mundesh me dal, me deviju prej fesë. Si e ruan ti për shkak se gjithë ditën në regjistrime me njerëz, me dinamizëm, si e ruan për shkak a konsumohesh? Jo, as pak, unë veç rri domethënë e ruj naturalitetin më shumë. Domethënë edhe nuk është domethënë që më pengon diçka. Nuk është as kur s'm ka pengu. Domethënë mu fal pjesa e fesë, kur as nuk më ka pengu diçka. Po njerëzit e tjerë kanë gjykuar për diçka? Në flas në lidhje me besimin? Domethënë për eksperiencën tem jo, deri tash jo, domethënë kur s'ka pasur diçka që më kanë këshirë me dy mene. Puna jote flet vet pra. Vet nuk është se ke ndjerë ndonjëherë, domethënë thjesht e ke kaluar këtë gjë dhe nuk e ndjerë ndonjëherë, përse mosha është dhe e vogël, mosha delikate dhe njeriu e ka shumë të vështirë të menaxhojë emocionet e veta, pavarësisht se në parim jemi të qartë që jemi shumë në rregull me veten, por në praktik në momentin që ti ke përballë një person që të paragjykon, që nuk të jep vlerën që ti realisht e ke, si është kjo ndjenja? Është dishysh një ndjenjë i nati, po i nati i mirë. I nati i mirë me veten. Po, domethënë që të përmirësohesh, sa më shumë domethënë vetëm të shkosh mu përmirësu. Edhe ajo është edhe një shtys, domethënë kur të paragjykon dikush, se ti e tregon më të mirën tonë. Edhe ja ndryshon menën. Punon më fort. Gjeti ti ke lindur në Tiranë po? Tiranë po. Dhe je rritur në Kosovë. Në Prishtinë. Po. Si është të jetosh midis dy qyteteve Tiranë, Prishtinë? Është e vështirë se kur të vi domethënë këtu do të më ndryshu dialektin, përpos që do të më ndryshua dialektin, do të edhe mendimet mi pas ma ndryshe.
Atje në Kosovë mirën më shumë senet shablon. Do thënë më shumë Okej, ku të pëlqen më shumë të jetosh? në Tiranë mendoj. Në Tiranë. Po. Kush janë ëndrat e tua, Xhedi? Ma shumë kisha thonë qëllimet. Ose qëllimet? Po, qëllimet janë me shku deri në majet e suksesit, domethënë. Ka pjesa e regjisë mbas kamerave, gjithmonë. Gjithmonë mbas kamerave? Po, Apo tek tu kur të vjedhë ndonjë ofertë edhe për filme? Nuk është problem, edhe nga aktrimi, po ma shumë kam qef pjesën mbas kamerave. Pse është hera parë që po bëj intervistë. E pas kemi kështu, e intervistë ekskluzive. Ekskluzive. Na sta më kon pak i ngurt. Po, jo, je shumë mirë. Po, të pjesa e filmave cili zhanër të pëlqen? Aksion, dram. Aksion, dram. Jam diçka thriller, horror, diçka jo. Okej, në fakt janë filma që nuk është se janë shumë të ezaruara në trojet shqiptare, filmat aksion, me polici, më përmendë pak më parë Hot Bloodin. Po, Hot Blood. Hot Blood, okej. Më trego pak më shumë për këtë. Atë serial, domethënë edhe un kam marrë. Aq më tepër që është serial apo jo? Se në përgjithësi janë prodhuar filma, por jo serial. Po, serial është drama aksion edhe ai. Edhe është shumë serial i mirë, ka thy tabu. Edhe domethënë është shumë i përmendur në Kosovë sidomos. Të ka pëlqyer si film, si realizim apo ke kritika? Është realizim i mirë, po normal që ka vende për kritika. Okay. Sa i përket domethënë Kosovë Shqipëri është shumë domethënë është shumë në rregull. Pasionet e tua cilat janë? Pasionet e mia përveç regjisë edhe gjuhës të filmit e këto, domethënë merrem edhe me fitness. Po shkon mirë deri tani, po akoma ka nevojë për përmirësim. Pak më parë e përmendëm që ti je marrë me futboll apo jo? Vazhdon që të merresh? Jo, e kam lënë rreth afër një viti, nuk shkoj ashtu siç e prisja. Edhe domethënë nga më shumë për qef, jo. Po, tani vetëm për qef, nëse shkoj me shok ose diçka, e luajmë një kalçetë i thonë këto. Okej. Po pushimet ku i kalon? Pushimet? Po. Në Shqipëri. Në Shqipëri? Po, në Shqipëri. Ku, në çfarë qyteti? Nga pjesa e Sarandës, domethënë. Nga pjesa e Sarandës, okej. Po, Himar. O, Xhedi, po në Instagram të ngacmojnë gocat? Ka që vinë domethënë për arsye të ndryshme. Të punës? Pak edhe për punë, edhe për flasën në ndaj gjë tjetër, po nuk është që e përzi diçka punën me anën personale, domethënë profesionale me personale. Me personale, no, okej. Gjithsesi ngacmimet janë. Janë ngacmimet gjithmonë. Besoj nga shoqëria që ti ke në Kosovë apo jo? Po, më shumë andej. Andej më shumë. Cila është këshilla që ti do të dëshiroje që dëgjuesit tanë të ta dëgjojnë në këto momente? Unë do kesha disa këshilla për të rinjt që mos me humb kohën kot, po vetëm punë, domethënë, vetëm puna, punë edhe dikur do arrihet ajo çka e kemi ndërru, domethënë. Po mirë, si ta gjej një njeri motivimin për të punuar? E për mos të ndenjtur gjithë ditën në celular ose në PlayStation. Nuk ka nevojë për motivim. Vetëm duhet disiplinë. Këto më kam mësuar domethënë pjesa e fitnessit. Fitness për shembull unë kam shku muajin e parë kam shku me motiv. Pastaj mu larguaj motivi, më dhemshin muskujt që jam pjesë të fitnessit edhe domethënë nuk më shkonte më fitness, po disiplina, më thon vetes jo. Edhe konsistenca, qëndrueshmëria. Po, konsistencë normal. Konsistenca dhe disiplinë duhet me pas edhe në punë, edhe në çdo sen që e bën në jetë për me pas një arritje. Një arritje domethënë që është e kënaqshme. Do të kesh qëllimin pra? Qëllimin, gjithmonë qëllimin. Faleminderit edhe juve që na ndoqët. Më ritakosh në episodin e radhës.